Ju përshëndes, shumë faleminderit për kohën, mirë se erdhët në Ballkan Update. Si ju, zoti Hamiti, ashtu edhe ju, zoti Merovci, është kënaqësi që ju kam në këtë komunikim. Ju faleminderit për ftesën. Ju faleminderit ju që gjetët kohë. Nëse më lejoni, do doja ta nisja me zotin Hamiti në pozicionin e këshilltarit dhe zëdhënësit të presidentit Rugova. Ju keni qenë shumë pranë tij, zoti Hamiti, do doja ta nisnim së bashku me pyetjen se ku qëndron sot, pra është sot në lartësinë e dur ajo që përfaqëson filozofia politike, po e quaj kështu, e frymës rugoviane, dhe nga krau tjetër cilat janë kujtimet ndoshta më të vyra që ju keni gërmuar sot brenda vetes në këtë 81 vjetor, në këtë ditëlindje 81 të presidentit historik të Kosovës. Po t'ju them të drejtën, sot është ditë kur ne festojmë jetën dhe veprën e Ibrahim Rugovës, njeriu që i themi ati themeltari i shtetit Kosovës. Rugova është një ndër intelektualit kryesor të Kosovës të viteve 70-80, prej lëvizjes kulturore, u kthyer në lëvizje politike në fund të viteve 80-ta, libri i fundit me studime i Ibrahim Rugovës, kritik dhe teorician i njohur letrar, e ka titullin Refuzimi estetik. Aty ai kthehet prej njeriu me distancë, njeriu të dijeve humanistet drejt politikanit. Dhe mua më kujtohet pasi kërkuat edhe kujtime që në fillim të viteve 90-ta kur zyrtar, dinjitar, gazetarë pyesin Rugovën se pse merrej me politikë, një njeri që ishte realizuar dhe ishte ndër kritikët më në zë të letërsisë shqipe përgjithsisht, ai thoshte se unë merrem me politikë sepse ajo po merret me mua. Ndryshe s'do të merresha me të. Po Rugova është njeriu që i friu Lidhjes Demokratike të Kosovës, që u bë trumbullari i lëvizjes për lirinë, demokracinë dhe pavarësinë të Kosovës, dhe çoi drejt edhe luftës së armatosur për çlirim dhe krijoi mist, dhe kjo është e kryesore, sepse çështjen e Kosovës e vendosi e ankoroi me perëndimin. Dhe ky perëndimi SBA dhe të kyçe evropiane na gjetët në orët e rënda të pranverës së vitit 99, kur alianca më e madhe në historinë e njerëzimit, NATO-ja, doli krahas shqiptarëve të Kosovës që po rrezikoshin nga një gjenocid i Serbisë. Në fakt është nënvizuar ndër vite aftësia e zotit Rugova për të qenë një diplomat i mirë edhe për të krijuar miq kudo ku ai shkonte. Zoti Merovci, ju keni qenë në fakt, nëse më lejoni t'ju quaj kështu në mënyrë metaforike, hija, mburoja e zotit Rugova gjatë rrugtimit të tij politik. Sot kjo datë, çfarë kujtimesh ju ngacmoi më së pari? Ne të flasësh për Rugovën dhe me rastin e këtyre festave është pak një ndjenje sa e përzirë, një përgjegjësi për të komunikuar publik dhe një emocion vetanak që e ka të cili prej nesh kemi pas rastin të jemi aty. Në fakt, puna ime është lidhur kryesisht me protokoll dhe siguritë të tij, dhe unë kam shoqëruar pothuajse të gjitha takimet jashtë Rugovën dhe ndaj kujtime të mira me te dhe i ndodhur në situatën çfarë kam qenë, vlerësoj se nga ai kam përfituar shumë, edhe si person, por në përgjithësi figura Rugovës me rastin e tyne përvjetorëve, mirë është të kujtohet, mirë është se për gjenerata të reja sa do kudo animohet, por megjithatë unë e vlerësoj dhe jam pak kritik të saj për këtë institucioneve, sepse megjithatë çështja e Rugovës mbetet ende e pazbërthyer në mas të nevojshme, sepse flitet për një figurë definitivisht rangut botnor, një njeri që është element dhe është temë me dimenzionin studius të kancelarive të mëdha në botë, edhe në kohën e kur ka vepruar, dhe kryesisht unë flas dhe jam kompetent për periudhën para lufte dhe deri në vitin 2000 sa kam qenë në zyrën e tij, pastaj kam shkuar në obligime të tjera. Duke e marrë parasysh figurën e tij dhe si me thonat epitetin, tani dua ta them këtë fjalë prej paternalistit të shqiptarëve në përgjithësi, edhe këtu domethënë është temë kjo që mund të diskutohet rreth kësaj, por jo me këtë rast, sepse definitivisht bota kuptoi se njeriu që i sublimon të gjithë shqiptarët në Ballkan është Ibrahim Rugova.
derisa ndoshta në fillim është menduar ndryshe me rënimin e monizmit në Shqipëri që ndoshta ai mund të jetë Sali Berisha, por definitivisht është pa që Ibrahim Rugova, sepse e them këtë, sepse definitivisht historia e zotit Berisha është bërë pak e komplikuar së fundmi, kështu që mbetemi tek zoti Rugova, po. Unë e flas vetëm për histori. Dhe domethënë bota ka pa që definitivisht shqiptarët në Ballkan edhe në këtë pjesë të Evropës i përfaqëson ideja e Rugovës dhe implikime ka pas gjithandej në botën shqiptare, të marrë parasysh projektin e tij që ka qenë një projekt faqësor, por duhe mos e mohu luftën dhe duke e parapa luftën dhe duke e paralajmëruar në fakt, por duke bërë maksimumin që ajo mos të ndodhë. Zoti Merovci, ju së bashku me zotin Hamiti keni qenë shumë pranë me presidentin historik Kosovës Rugova, ndoshta në një farë forme dhe me edhe pa folur fare e kuptonit, po themi, ndjesin apo emocionin e tij apo qëndrimin e tij për shumë çështje. Ju e kuptoni më shumë se gjithkush tjetër atë peshën e mendimit të tij apo ndikimin e asaj që sot njihet si fryma rugoviste. Me çfarë shikonin mënyrën se si gjithë skena politike në Kosovë po shkon edhe se si vendi është zhytur në fakt në një krizë politike, u duhet qytetarëve dalin përsëri në votime me datë 28 dhjetor. Pse nga kjo frym sot nuk po gjendet frymëzim nga partitë politike atje? Zoti Hamiti, nëse po, merrni ju fjalën zoti Merovci, meqense jeni po. Unë po e them kurt. Mos t'ja marrë edhe profesor Hamitit fjalën, sepse bile ai ka qenë edhe këshilltar politik viteve të fundit, kështu që edhe mund të jetë më kompetent. Megjithatë, mu drejtohet mu dhe po e them këtë. Postulati Ibrahim Rugovës, projektin e tij ka qenë liri, pavarësi, demokraci. Dhe nëse liria dhe pavarësia ka arrit, demokracia është dorë për të dëshiruar. Bile ka pas, domethënë, në biseda mas konferencës Strambujes, domethënë biseda le të themi kështu niveleve private, që mos është koha që fjala vjen Ibrahim Rugova të tërhiqet dhe e ka kryer misionin e vet për edhe pas lufte me njerë, si njeri që idenë e tij e ka implementuar dhe në këtë task dhe tani duhet të tjerë të ashtyn. Dhe Etina ishte, domethënë. Po, mirë, se e kuptoj zoti Merovci që është i lidhur përmes telefonit, po. Sepse kisha një thirrje tjetër dhe anulova. Kështu që edhe në këtë pjesë është demokraci, po mbetet pa me u realizuar ende në tënësi çështja e demokracisë dhe këtu ngjet, si më thonë, shoqëria kosovare dhe këtu ndihet mungesa e Rugovës edhe për këtë element të ri. Unë mendoj se partive politike, bile ndoshta edhe partisë presidentit Rugova, Lidhjes Demokratike Kosovës, ku Muhameti është edhe antar i kryesisë, mund të flet më drejt për drejt. Unë mendon se edhe në këto zgjedhje që po na presin, megjithatë një frym pak ishte dashur me qenë pak më ndryshe diçka, edhe sepse me frym erdhe edhe e vetmja parti ose organizim partijak që ka trashëguar dhe që ka fituar, le të themi me meritë, është Lidhja Demokratike e Kosovës gjithërë. Por vetëvendosja ka fituar në sajt një fryme dhe një fryme që dihet. Tani ka ardhur koha që bëhet rotacioni i pushteteve, mendoj, por unë mendoj se partive politike, ty përfshi dhe Lidhjes Demokratike, pi mungon një farë fryme, pak diçka e re, kur të them e re, jo në kuptimin konceptual të kësaj fjale, po në kuptimin e frymës të Ibrahim Rugovës, domethënë çështja e demokracisë jetë pak më avancuar në këtë aspekt. Zoti Hamiti, ju lutem, fjala për ju, kur sot fryma rugoviane, mos gaboj, një nga lajmet e fundit që lexova në mediat, portalet e Kosovës, ishte që djali i zoti Rugova, Uk Rugova, është aderuar tashmë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, a është kandidat në listat për deputet të kësaj partie? Por se quaj aderim, sepse familja është shtëpia e tyre, në fakt, është shtëpia e tyre, po. Shtëpia politike jonë, po aty. Lidhja Demokratike e Kosovës hyn në këto zgjedhje me besimin që do të dalim më mirë, unë besoj edhe do të fitojmë, për arsye se në 4-5 vitet e fundit ne kemi një pushtet populist
ju e dini që populistët përgjithsisht ofrojnë zgjidhje të thjeshta për problemet e ndërlikuara, kështu bën kjo kastë politike që është në pushtet tash e 5 vjet, dhe madje këtë vit që po e lëm, në 2025 kemi pasur jo vetëm polarizim të shoqërisë ekstrem, përpajin e partisë në pushtet dhe të këtyre njerëzve që janë në pushtet, por edhe të një bllokim total të institucioneve kryesore të shtetit, kuvendit i cili asnjëherë nuk është mbledhur në vitin 2025 për të shqyrtuar çështje legislative dhe punë të tjera që i takojnë këtij kuvendi. Domethënë, jemi në një gjendje e demokracisë në Kosovë është në rënje, ne është e vërtetë që nga postulatet e presidentit historik Ibrahim Rugova të lirisë, pavarësisë dhe demokracisë, lirinë dhe pavarësinë i kemi, por sot i kemi punët më kes me mis tonë. Mu me ata që kemi punuar, miqësit i kishte lidhur vetë presidenti Rugova me vendet kyçe të BE-s me SHBAT. Sot dialogu strategjik me SHBAT është i pezulluar për shkak të kësaj qeverie Kurtit. Zoti Hamiti, drejt për drejt, edhe njerë dua t'ja u bëj pyetje në fakt se më intereson kjo pjesë për të kuptuar edhe nëse do të kemi, po themi, një ringritje, nuk e di nëse ju do të bini dakord me këtë, apo një ringjallje të kësaj fryme përmes familjarëve, djalit të zotit Rugova. Rugova tashmë është aty, në atë që ju e quajtët shtëpia e tij politike. Do të ndikojë kjo, po themi, në do shta edhe forcimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në garën e saj elektorale? Fryma rugoviane e vërtet, rugovizmi si filozofi e mbrujtur në humanizëm, në tolerancë, në demokraci, në ankorim me vlerat perëndimore, është e Lidhja Demokratike dhe prandaj Rugova e ka vendin aty dhe sigurisht që Lidhja Demokratike e Kosovës i ofrohet elektoratit popullit tonë me këtë zgjedhje që është më mira, ka qenë më mira dhe është edhe tash. Është e vërtetë që edhe vendet e tjera, jo vetëm Kosova, kanë rënë prej e populizmave, ne kemi rënë prej e populizmit të këtyre 5 viteve dhe po i paguajmë çmimin. Tash e 2 vjet e gjysmë jemi nën sanksionet të BE-s. Merreni me mend. Pos Rusisë dhe Bellorusisë, Kosova është i vetmi vend evropian nën sanksionet të BE-s. Dhe këtë në kohën e këtyre populistëve që janë në pushtet. Unë besoj që zgjedhjet janë gjithmonë rast për korrigjim. Edhe të funksionimit partive politike, sigurisht që janë institucione shumë të rëndësishme të demokracisë që thoshte vetë presidenti Rugova, por edhe të elektoratit, për të parë se i zgjodhën 2 herë këta populistë që e kanë katandisur Kosovën kaq keq, dhe zgjedhja besoj e qytetarëve do të jetë a duan të votojnë për partitë që e kanë bërë shtetin, demokracinë, lirinë dhe pavarësinë, apo për një formacion populist që ofron zgjidhje të thjeshta për problemet e ndërlikuara, ndërkohë që jemi nën sanksionet të BE-s me marrëdhëniet me SHBAT në pikën më të ulët historike. Po, në fakt, zoti Hamiti, është e vërtet e gjithë kjo çfarë po ndodhet politikën e jashtme në Kosovë, gjithë pasojat, po ju gjithsesi nuk mu përgjigjet nëse djali i zotit Rugova pritet sjell, po themi, një ndikim edhe në elektorat, nëse këto lëvizje vijnë pikërisht përpara zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Megjithatë, unë dua shkurtimisht edhe një kujtim të fundit, po themi, apo një moment që ju ka shënjuar nga qëndrimi juaj me zotin Rugova. Zotin Merovci, shumë shkurtimisht, cili ka qenë ai moment që ju ka shënjuar nga qëndrimi me një figurë i cili tashmë është pjesë e padiskutueshme e historisë? Tani ka pas shumë momente, por momentet më emotive, le të themi, tani se jemi njerëz, kanë qenë kohën kur Rugova ka qenë peng, dhe unë nga bashkëpunëtorët kam qenë i vetmi me familje aty i ngujuar, dhe qëndrimi i tij, sjellja e tij, këshillat e tina dhe ai qetësia e tij më ka mahnit dhe si moment tamam se e kuptoj pyetjen është ramja e bombës parë kur ajo ndodhi me 24 mars 1999 kur unë shkova në shtëpi ti dhe në një farë mënyre me ndat moment bashkë dhe e pashtë dhe shpesher e kam thënë dhe e them prapë se e pashtë gëzuar si fëmijë, dhe me thonë ai Ibrahim Rugova i madh ishte ngazhdyer deri në masë të le të themi për masave ndoshta vetë një fëmijë
më kalon për shtypje, të më thonë, kjo është një moment kur unë në kur një jetën time se arë. Duen shumë minuta. Edhe pse nuk të pyeta, tek çështja e djalit të presidentit Rugova, Po. Si që tha profesor Amiti, është e vërtet se familja ka qenë gjithër pjesë integrale. Mos harrojmë që edhe më herët djali ka qenë deputet dhe vajza, por tani është, dhe me thonë, në këtë dinamik. Dhe tash për tash, edhe pse tash që një prym po mungon diçka e re, si me thonë, po kur të them e re, jo jashtë konturave të rugovizmit, ndoshta është pak një mënyrë rikthimi edhe idealit tip që mund të jetë vetëm në dimenzionin e mesazhit, le të themi për ndryshe, mesazhit të le të themi angazhimit edhe të në poshtë gjenerate e vjetër, por e njerëzve dhe me thonë që mund të jetë ndikim, sepse sido që tjetë një trashëgimtar biologjik i presidentit Rugova, si që është Uka, që është një djalë shumë i mençur dhe një djalë me një refleks politik, mendoj se ka me ndihmue. Edhe pse unë tash për tash, po e shoh vetëm risi në LDP. Zoti Merovci, zoti Amiti, jam e sigurt që do duen shumë minuta të tjera në dispozicion për të folur për figurën e zotit Rugova dhe gjithë po themi trashëgiminë e tij politike sot në këtë politikë të Kosovës që lë shumë çka për të dëshiruar. Ju falenderoj shumë për kohën edhe që ndat me mua disa prej momenteve tuaja edhe personale të kontaktit me presidentin historik. Ju falenderoj, jeni të mirëseardhur edhe herë të tjera në Ballkan Update. Ju falenderoj.